koncepti fillestor i byros për konfiskimin e pasurisë, që e kemi në për fushata që e keni bu ju, mas pari si pararoj aty i shpoll njerëzit oligarket korruptur me kështu, ka qenë propagandistik, populist edhe ka shërby për friksim. Edhe kjo për shërben, edhe tash edhe qëllimi i kësaj është vish me shërby për propagand, populizëm edhe friksim. Njëherë kundër oligarkëve, kundër biznesëm, kundër zyrtarëve publik, edhe më shumëti kundër opozite. Këtu, koncepti fillestor ka qenë me kriju një lloj rrëthimi, një lloj patkuji, ku njerëzit njerë kanë me i friksu, disa kanë me ikë me Kosovë, se kanë me u konfisku pasurin, po edhe disa kanë me unështru. Unë du me thënë kësaj ministrës si ka këtu në Kosovë që asë nuk friksohen, asë nuk ikën, asë nuk i hojnë këtu propaganda, sepse ky ligj, ky është hinë shtratin e vetë mas Komisionit Venecias edhe gjykatës kushtetuese, ky është hinë kallapin e vetë edhe këtu gjykatat tona kanë me marrë vendimet për qëto, po ju badihava pe transmitoni si kur ka mu konfisku dikuj pasuria. Kjo vish kallxan që zjedhe të kjenat, vish pe pres edhe që ato parët mire ku t'ja vetni edhe kemë shku zjedhe. Pra, qka tentu më bo këtu? Ministra ka nostalgji edhe për të kalu në një verhoqës atje. Qito kategoritë që i përmena mi shpall kullak. Njerëzit e lirë. Dhe më thonë njerëzit që janë të djatë, janë njerëz që punojnë, që kanë biznes e këtu, mi bo tash kullak edhe mu tut na pe e nverdugullë sa lizybe si përvim në amor shpi. Pa jo pra ministrë si zbollet kjo pun heq, asje ka tut kërkon heq, unë edhe ta vëtoj këto sa për tut, po s'duhet ta vëtu vish mu kallxu këtyne, si kur nuk duhet mu friksu pej propagandës edhe pej që tyne pëllavra që jeni të i bo që 4-5 vjetë.